Rikthehemi në studio të dashur miq me të ftuarin time të fundit dhe unë jam i nderuar që sot do të flasim për një nga figurat më përfaqësuese të historisë shqiptare. Brezat e rinj duhet i njohin, andaj edhe ne i kushtojmë një vëmendje të posaçme këtyre figurave në vazhdimsi për të parë për të kuptuar një tjetër dimension njerëzor. Aq më tepër kur pasardhës, pinjoll të njerëzve të mëdhenj dhe familjeve të mëdha të anekëmbë shqiptarisë, jo vetëm të Shqipërisë tonë të vogël, edhe të gjithë trevave shqiptare, risjellin në vëmendje figura të mëdha. Sot do të përqendrohemi tek Mehmet Pashdëralla, të gjithë ata të cilët kanë një mungesë ndoshta informacioni, të paktën brezi i ri, por sigurisht të lexuarit e dinë shumë mirë që ai ka qenë një ndër ministrat e parë të luftës në qeverinë e asaj kohe të Ismail Qemalit në 1912 ai ishte krahati dhe unë sot kam nderin dhe kënaqësinë që zonjë Valdete Doralla, mbesën e tij ta kem në studio. Nder dhe kënaqësi. Faleminderit që vini. Faleminderit edhe juve. Të flasim për një figurë të rëndësishme, sigurisht që duhet kuptojmë më parë informacionin që brezi i ri ka sot. Si e gjen informacionin që ka për të tilla figura, jo vetëm për zotin Mehmet? Sikur të jemi plotësisht të sinqert, informacioni në brezin e ri është pothuajse i panjohur. Më vjen shumë keq, unë kam pas shumë raste për të provokuar, nëse mund të flasim kështu, edhe pikrisht edhe në muzeun e Vlorës, po marrim rastin më aktual, edhe me rastin e 100 vjetorit, edhe në vitet mrapa, sepse unë kam qenë vazhdimisht, që është arritur që në atë muze pikrisht kjo figurë, Mehmet Pashdëralla ose General Deralla, të ketë edhe një kabinet të tij, edhe njëkohësisht si antar i qeverisë të ketë secili ka buset e tij, të i përfshi edhe gjyshin tim. Dhe nxënës të shkollave të mesme, jo vetëm nga trevat shqiptare, por edhe nga trevat etnike jashtë Shqipërisë, edhe gjimnazist, i kam gjetur duke dalë në fotografi dhe i kam pyetur për çfarë arsye po del pikrisht te ky bust. Dhe ato nuk ishin në gjendje me dhënë asnjë përgjigje, edhe pse i lexuan emrin, edhe pse unë desha atyre t'i spjegoj se kush ishte, dhe fatkeqësisht edhe mësuesi vet ishte jo i interesuar me qartësu se kemi të bëjmë të paktën me një figurë që ka përfaqësu atë pjesë të Shqipërisë që meti jashtë konferencës së Londrës. Dhe kjo është akoma një fatkeqësi më e madhe, aq më tepër që ishte fjala për Preshevën, që sot është brenda Serbisë. Edhe sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e historisë, aq më tepër që zoti Mehmet është një pasardhës tjetër, e një prej figurave akoma domethënë të kontribuara në asaj kohe. Megjithatë, si duhet ta njohë publiku edhe ta kuptojë sot? Ekzistojnë dorëshkrime, ekzistojnë libra, ekzistojnë pjesë historie të cilat shkruhen sakt për kontributin e zotit Mehmet në atë kohë? Tash ju më preket në një pikë e cila mu vazhdimisht më vret ndërgjegja, sepse Mehmet Pashdëralla është biri i një patrioti shumë të madh, Hasan Pashdëralla. Dhe jo vetëm që i ishte një luftëtar, bile titullin Pasha e ka marrë me sa di unë, në një luftë ruso-turke ku shpartalloi ushtrinë ruse. Dhe Perëndoria Osmane i dha titullin Pasha, dhe në Gojdan kam gjetë në fshatin ku gjysi, stërgjyshi kishin origjinën e tyne, që është mes Gostivarit edhe Tetovës, që është Gradeci, unë kam gjetur një Gojdan të tillë që kishte mbetur akoma, megjithse do me thënë, unë nuk ja di as vitin e vdekjes së tij, por antar një nga personalitetet kryesore të lidhjes Prizrenit, të cilën unë këto e kam gjetë në aktet e lidhjes Prizrenit, dhe çfarëdo që është shkruar për te është nisur nga këto akte, të cilat unë i kam grumbullu gjatë viteve me radhë. Dhe ky personalitet atëherë ishte një drejtues politik i lidhjes Prizrenit në krahun sepse ishin dy krahët kësaj lidhje, në atë krah për të kriju pavarësinë, për të shkput nga Perëndoria Osmane. Dhe njëkohësisht i biri, për të shkruar edhe fishta i madh,
enzanja i pash Deralla, që po i kish fjalë për Deralla, kur vjen puna me qëndru për atë 10 beku. Edhe ishte fjala për Hasan Pashën. Edhe i biri, që ishte rreth moshës 35 vjeç, ushtarak, edhe ai ishte me titullin Pasha, se kishte marru 2 akademi ushtarake në Stamboll, dhe ishte një udhëheq i madh forca shtarmatosura dhe di njëkohësisht se ishte edhe shefi shtabit të ushtrisë së lidhjes Prizrenit në moshën 35 vjeçare. Tashi, pyetja ishte se ku ishte baza e Mehmet Pash Derallës dhe si gjendet, me thënë drejtën, shumë pak njerëz, vetëm personalitete mund ta njohin, dhe ajo që më dhe mu, pastaj edhe këto personalitetet, të cilët fatkeqësisht kanë qenë të vjetër dhe mosha ka bë punën e vet që nuk janë më, edhe pse e din. Nuk kanë lënë dorë shkrime, nuk kanë lënë gjëra të shkruara. Këto mund t'jenë në arshiva, bile mu, jo më shumë se para 2-3 javësh, më ka thënë që ka ardhë një arshiv austro-hungareze në bibliotekën shqiptare, të përkthyme Shqip, me të cilën personi që unë takova, tash është rasti me thënë, më tha ka shumë materiale lidhur me dhe takohet shpesh me Mehmet Pash Derallën. Po kjo është e rëndësishme, të paktën është e rëndësishme, por çfarë do që themi këtu, unë jam shumë e bindur, sepse kam punu vetë për këtë çështje, gjatë gjithë jetës time, mund të them, megjithëse jam e fushës fare, por me që unë kam jetu me gjyshe, dhe babai im është djali i vogël i Mehmet Pash Derallës, e ka lënë vetëm 5 vjeç gjyshi, dhe natyrisht tema kryesore në familje ishte... Ka qenë pikërisht kjo figurë e lartuar. Kjo figurë, që unë kam qenë rreth moshës 15-16 vjeç kur më ka vdek gjyshja. Dhe për herë të parë, bile e kam evidentu edhe herë tjetër, unë për fatin tim të mirë, mund ta them, do ishte më mirë të rritesha në Tetov me që atje kam lindur, po për fatin tim të paktën jam rrit në shtëpinë e një patriotit madh Luiç Gurakuqi, edhe në atë shtëpinë që njifet, dhe në bibliotekën e Luiç Gurakuqit unë kam gjetë aktet e para të formimit qeverisë shqiptare, aktet e pavarësisë, dhe aty jam bindur, mund mos kem qenë më shumë se 10-12 vjeç, dhe jam bindur që gjitha ato që kishe ndigjuar në familje, që kanë të vërteta, sepse jo vetëm që se përmendte kërkush, por që jashtë, por që as na dishin kush jemi, se ne ishim Jabanxhi në Shkodër, si me thënë, ne na kishin dëbu nga Tetova, si pasardhës të personalitetet të mëdha, sepse aton jo vetëm që do ishin të shkputeshin nga Perëndoria Osmane, por njëkohësisht ato punuan me një intensitet të jashtëzakonshëm që të formonin shtetin shqiptar, që nga lidhja Prizrenit, që ne dim të gjithë që edhe ai ishte një shtet, me të gjitha bile patjetën më të gjatë se vetë qeveria e Vlorës, tjetër se nuk u pranu nga bota. Dhe njëkohësisht kanë marrë pjesë aktive në gjithë kryengritjet e armatosura, deri sa me gjyshin u kurorzu që kishte dhe Ministri i Luftës në 1912. Një gjë e rëndësishme kjo në fakt, regjia do të na ndihmojë sërish me fotot, sepse ne kemi edhe disa foto të cilat e dëshmojnë më së miri këtë gjë që edhe publiku të informohet edhe të tjerë. Megjithatë, juve jeni rikthyer shpesh në Tetov, edhe pasi jeni rritur jashtë hapësirës tetovare, si ju kam pritur atje? Më preket në një plagë, me thënë të drejtën, sepse unë për herë të parë kam shku në Tetov në 89-ën, me një tranzit për të shku në Turqi, dhe ishte një gjë e jashtëzakonshme, edhe makinat Toyota mu dukshin Tetov. Aq shumë ishte folë për Tetovën e për prejardhjen time, por natyrisht ai që një tranzit dhe unë ndjeva shumë mirë, sepse qëllova dhe në familje patriotësh që e dishin historinë e me radhë, dhe pastaj vazhdimisht në çdo vit, megjithse kam jetu gjatë në emigracion, pothuajse gati 20 vjetë, por të gjitha lëvizjet e mia i kam bërë qëllimshëm nëpërmjet Tetovës, që si me thënë një rrugë e dy punë, të kaloj nëpërmjet Tetovës. Por e vërteta, për shembull, si thush me një qëllim caktuar, unë Tetov kam shku mas 80 vjetorit
të formimit shtetit shqiptar dhe me një entuziazm të jashtëzakonshëm, sepse 80 vjetori u bë një ceremoni shumë e madhe në Shqipëri, dhe bile mu e më shoq që ishte këtu, unë ishe në Austri dhe më pyti, profesor Bujar Hoxhën e kishte pedagog, dhe ishte edhe ai një nga organizatorët e festimit të 80 vjetorit të pavarësisë, dhe më pyti t'ja jap materialet, sepse unë këto i kishe mbledh, jo vetëm nga pasioni im, po kam pas fat që të kem një mik shumë patriot, që ka qenë që ju jeni të ri, që natyrisht Brezi para nesh e njeh shumë mirë, profesor Zojzin, që ishte formuesi i etnografisë shqiptare, por çdo gjë është e lidhur edhe me patriotizmin, sepse nuk mund të studiosh etnografi pas dashuri për atë dhënë tënd. Dhe në bibliotekën e tij, që ishte shumë e plotësuar, unë kam gjetë jo vetëm aktet e pavarësisë, aktet e lidhjes Prizrenit, aktet e Hasan Prishtinës, dhe mi bazën e këtyne të gjithave, unë i pata drejtu një letër bile dhe me rastin e 60 vjetorit pavarësisë Enver Hoxhës, ma vonë Ramiz Alis, ishte profesor Alex Buda, ishte antari i akademisë, që ai kishte mik, dhe nuk patëm me natyrisht të dokumentume qa shkruet edhe për Hasan edhe për Mehmet Pash Derallën, nuk na dha njeri përgjigje, po të paktën profesor Alex Buda tha që nuk është momenti për të dalë me figura të reja, po fatkeqësisht po m'jepet rasti që të them, ne po mbesim edhe në këto 25 vjet me figurat e vjetra. Pra edhe sot e kësaj dite edhe sot e kësaj dite, ja fare, ajo u nis shumë bukur në 92-shin, bile u bë që edhe një eveniment i jashtëzakonshëm, sepse u mlodhën gjithë personalitetet e historisë dhe ndryshun datën e formimit të ushtrisë shqiptare nga 10 korrik 924 me komandanten Enver Hoxhën e ndryshun, dhe kjo besoj që ka pas edhe rezistencë, ishte fillimi i ndryshimit të sistemit, dhe megjithatë u arrit që formimi i ushtrisë shqiptare të vendoset me 4 dhjetor 1912 dhe formuesi i saj ishte pikërisht general Mehmet Deralla, dhe kjo ishte një gjë e jashtëzakonshme, dhe me 4 dhjetorin e 92-shit u bë përsëri një ceremoni e veçantë me gjithë personalitetet shqiptare, me ushtarak, qeveria natyrisht, edhe trupi diplomatik, ku ne morëm edhe një dekorat të firmosur nga ish presidenti asaj kohe, zoti Berisha, që s'ishte prezent fatkeqësisht, dhe mas asaj kohe, gjërat erdhen ty u zbe aq shumë sa të krijohet një boshllëk shumë i madh, sepse ne kemi mbajtur pasojat e kësaj figure. Unë kam pas baban burg si biri Mehmet Pash Derallës, sepse unë interpretohesh keq si feudal, si një pasha, nuk e dishin kuptimin e fjalës pasha, si me thënë në Shkodër, kur gjet një arsye me bombën në ambasadën sovjetike, u kapën shumë njerëz të dyshimtë, dhe babai im nuk ishte aq i qartë kush ishte, se ne sa kishim shku në Shkodër, punë mujesh. Edhe unë e majmend, unë kam qenë 7 vjeç, e majmend momentin. Gjithat ngjarje e majmend, edhe e kam ndjekur natyrisht vazhdimsi, sepse ai ishte një referent tregtie i thjeshtë dhe mendonim që do lirohet e tjera, kur mori vesh prokurori që ai është biri një pashaj, turk e tjera, edhe pastaj natyrisht rrethanat u shty gjyqi e tjera, dhe u dënu me 15 vjet agitacion e propagandë kundër pushtetit. Tjetër se koha, fal Zotit, nuk i bëri 7 vjet, por natyrisht kjo që një tragjedi e re për familjen tonë. Për një familje. Po, aq më tepër unë ishe një fëmijë vetëm, me një gjyshe, me një nën, edhe, si me thënë, gjithë qendra e gravitetit ishte babai, gjyshi dhe gjithë antarët e tjerë familjes. Figura mashkullore në fundit. Po, figura mashkullore, Xhaxhai ishte i dënum në Shkup, që vishin nga kampet e përqendrimit, kishin punu për çështjen shqiptare, ishin patriot, nacionalist, doshin bashkimin e kombit, si pasardhës të etërve të tyre.
dhe unë ishe rrit me këtë frym dhe me ziprita 92-shin që edhe ne të ndjehemi disi të vlerësum, disi krenar, e të tjera, kurse se e zgjata, tash jemi ke Tetova dhe me gjithë këto materiale shumë të vlerësume, unë edhe me gazetat që natyrisht qarkullonin në atë kohë, unë shkova direkt në Tetovë. Dhe në atë kohë performojë Prosperiteti, me Arber Gjaferin edhe këte Mendufaqin, dhe ishin bile në formimin e tyre dhe e pritën jashtëzakonisht mirë një material të tillë sepse i takonte Tetovës. Dhe aq më tepër Arbri thotë edhe gjyshen e kam derall, që edhe kështu me siguri mund të ishte. Dhe mendo buçiçin radiot dhe televizoret se ndodhet në Tetovë mesa me të pash derallë sa të vinte zor pak a shumë. Megjithatë kjo s'u përsërit më asnjëherë. Mu merdhi mirë, po jo sa po të merdhi pak... Sa po të largohesh të shuheshe. Po të shuhesh të çdo gjë. Megjithatë, juve na keni sjellë me vete disa libra, apo jo, edhe një dëshmi shumë interesante që është certifikata e urdhrit të lirisë? Po. Para kësaj certifikate, unë natyrisht nuk i mora të gjitha me vete, gjyshi është dekoruar në 92-shin, nga ish presidenti Berisha, pastaj nga imami përsëri, dhe mund të them e treta është e Bujar Nishanit, e presidentit tonë të nderuar, me urdhrin e lirisë Mehmet Pash Deralla për kontributin e tij të lartë për lirinë e Kosovës. Tashi, për mendimin tim, për lirinë e gjithë trevave shqiptare. Megjithatë ai përfaqësonte simbolikisht Kosovën, sepse edhe Mjemnin ka qenë edhe një anomali tjetër, sepse në aktet e pavarësisë gjyshi paraqitet me 4 mjemna. Dhe kjo e ka vështërsu figurën e tij. E vërtet. Dhe e vërteta është që unë, duke ditur se kush është, se edhe mësusët e historisë, unë kam qenë arsimtare, edhe në shkollë të mesme, edhe mësusët e historisë shkollë të mesme më thonin mu, është Isa Buletini ministri i luftës, dhe kjo na krijohesh një konflikt. Dhe sepse në një farë mënyre nuk delte e qartë, sepse gjyshi paraqitet me mjemnin Mehmet Pash Tetova, Mehmet Pash Kosova, Mehmet Pash Kankandeliu, Kankandeli e qunin turqit Tetovën. Kalkan e dim që është aku, Deli çmendun, sepse ishte një ftofti jashtëzakonshëm. E kam fjalën që unë e dije që është pikërisht ky ministri i luftës dhe i kam përmbledh të gjitha këto dhe pastaj natyrisht këto materiale i vlejtën sepse referatin kryesor, unë pyeta kur u ktheva herën e dytë natyrisht, në 92-shin e mbajti profesor Vangel Kasapi. Unë e kërkova për ta falënderuar sepse tema ishte pesha kombëtare e Mehmet Pash Derallës. Dhe vërteta ai edhe në ato materiale që kishte nxjerrur, edhe si një studius ushtarak, e vente në rangun mas Hasan Prishtinën e quante personalitetin e dytë Mehmet Pash Derallën, edhe ky ishte një vlerësim shumë i madh për këtë figurë të rëndësishme të kombit shqiptar. Megjithatë, për të folur për figura të tilla kaq të mëdha, zonja Valdete nuk do na dilni në orë të tëra transmetimi, por unë këto minuta të fundit do doja të dija cili është misioni, një mbese të një prej figurave më të mëdha të historisë të Shqipërisë, Kosovës, Tetovës, gjithë trevave shqiptare. Po, gjyshi im nuk më ka vetëm mu mbese vërteta, sepse ka pas edhe mbesa nga djemë. E vërtet. E parë, që ato nuk jetojnë më. Megjithatë juve ndoshta ndoqët të rrugë të jo, edhe ato nuk e heqin nga goja, por fatmirësisht gjyshi është martuar me gjyshen time shumë vonë, edhe prandaj jemi ne, do më thënë është me gruan e dytë të tij, se ne s'do ishim, sa i ka vdekur në 18-ën. Por në linjen me gjyshen time, ai unë kam edhe 2 halla, që edhe ato janë Sazan Skuka, Adrian Skuka, po të jetë puna për meshkuj, edhe vajza hallash e të tjera. Por duket se fakti që unë nga të 2 djemët me gruan e dytë të gjyshit jam vetëm unë, se xhaxhai tjetër s'kishte fëmijë, atëherë duket natyra, Zoti ka akumulu diçka, një gen
pak si më të fuqishëm dhe misioni im ka qenë vazhdimisht që unë qofte dhe të ndigjoj njëherë në një gazet, ose në një televizor, ose kudo, vetëm që të përmenden emri i gjyshit. Po natërisht kërkesat e njeriut fillojnë rriten, edhe aq më tepër që erdhën në një kulm në 92-shin dhe pastaj ranë, të cilës secilit nuk i vjen mirë kjo. Për shembull, me rastin e 100 vjetorit, unë kam bërë çdo përpjekje që simas porosive të Berishës të rregullohet historia, mos ngeli ajo e para 90-s. Dhe kam taku personalitete, Aldo Bumçin, si ministër i kulturës, drejtorin e Institutit Historisë Metën, e disa personat të tjerë me fakte, kam vërtetu se ka vend për të korrigju, për të vendosur, për të plotësu këto figura mallore. Natyrisht, unë nuk jam e kësaj fushë që flas për disa, por të paktën për gjyshin tim, e them me vërtetësi absolute që, po supozojmë, ka mbetur akoma sot e kësaj dite filmi Nëndori 2. Në Nëndorin e 2, unë vazhdimisht them se ky është një film i improvizum. Dhe unë në 96-ën i kishte nisur një tetovar, mësues historie, kishte nisur një dokumentar, nuk u realizu, dhe pastaj unë shkova në TVSH-n e Tiranës dhe Ilir Gazhdani kishte pas nxënëse në drejtorie, i mora atë ekip dhe shkum përsëri në Tetov, e nisëm edhe një herë nga e para, dhe skenari i këtij dokumentari e kishte bërë një person, një studius i mirëfill Shaban Braha, që ka bërë gjenocidin serbomall, bile fatkeqësisht unë nuk e dije që ka vdekur para 2 ditë shkova, se tash i vonë ka ndru jetë, dhe ky dokumentar u plotësu shumë bukur në studion e TVSH-s, me Dimitër Gjokën që transmetote, si me thënë, skenarin e shkruar. Po, skenarin e shkruar, dhe bile ai që ishe dhe unë prezent, ato e plotësun me ato pamjes që kishim marrë nga vendi lindjes, nga Tetova vetë, e tjera, e plotësun me shumë gjëra dhe rreth 35 minuta emision, ku çdo që ta shifte, qante, sepse titulli ishte Amanet, dhe ishte fjala për Amanet Burra Kombin, Amanet 4 shtyllat, se të një gjaku, se një gjuhë jemi. Dhe ta shti kampanjë dokumentar të Ministrisë Mbrojtjes, që kanë citu këto fjalë, si fjalët e Ministrit të Luftës, më vjen mirë natyrisht, por duhet edhe më shumë. Po, asnjëri, me rastin e 100 vjetorit, për shembull, minimalia duhet ishte që në bustet e antarëve të qeverisë të veshka një punor, kjo subo. Nip ose mbes, ka qëtafër që ishte edhe mbesa Ismail Qemalit, nuk u thirë për t'i dhënë edhe ne, po e them shumës, një satisfaksion, sepse duhet të mbajmë vetëm në kurris pasojat, edhe ne duam atë pjesë. Edhe duhet edhe ndoshta është koha e dur për ta bërë këtë gjë, po unë shpresoj shumë që të ketë një lloj reflektimi dhe këto elemente rëndësishëm të prapen edhe të Breziri. Zonja Valdete, unë isha i nderuar që ju kisha sot në studio, edhe faleminderit shumë që erdhët. A ju më pyetët tash, po këtë e harrute? Jo, atë nuk harro, por edhe për arsye të kohës i prekëm shumë pak urdhri i lirisë që ne e përmendëm edhe pak më parë dhënë nga presidenti, po ka pafundësisht element, materiale në fotot edhe i kemi transmetuar për gjatë kohës të bisedës, kanë dalë në ekrane dhe janë dhënë për gjatë gjithë kohës, kështu që unë ju falenderoj për punën e mirë që bëni dhe në një tjetër transmetim, akoma dhe më gjerësisht ne mund të flasim. Falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Mirë, shumë falenderit edhe juve, po vazhdonte. Po, sigurisht gjatë kohës që ne flasim. Falenderoj. Mirupafshim të dashur miq, do të shihemi nesër në transmetimin e Drejt për Drejt.